Një program i ri studimi 2 vjeçar po përgatitet nga Departamenti i Turizmit në Universitetin e Shkodrës për vitin e ardhshëm akademik. Në këtë kuadër është zhvilluar një takim konsultativ me drejtues të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit në rajonin verior, për të shqyrtuar mundësitë e punësimit të diplomuarve. Diploma profesionale konsiston në një kohëzgjatje 2 vjeçare që i lejon të diplomuarve me kalu në tregun e punës, me u punësu në mënyrë më të shpejtë se sa diplomat, le të themi, të nivelit bachelor apo edhe më tej. Për ato që kërkojnë dalje më njëherë në tregun e punës mas 2 vjetëve, janë në fokusin tonë nxënësit e shkollave të mesme, të gjitha shkollave të mesme të qytetit dhe të gjithë veriut të Shqipërisë. Duke marrë informacion nga këto biznese, atëherë ne jemi në gjendje që të krijojmë një kurrikull të mirë, se para që të krijojmë një kurrikull cilësore që të shërbejnë për tregun. Përfaqësuesit e biznesit e konsiderojnë universitetin dhe arsimin e mesëm profesional si faktor kyç në plotësimin e nevojave në rritje që ka sektori i turizmit për fuqi punëtore të kualifikuar. Duhet me kanë se zbën një bashkëpunim midis biznesit dhe universitetit, aq më tepër edhe me shkollën e mesme, sepse edhe aty ka disa elementa që ne na duhen në sektorin e turizmit, kështu që nevoja është e jashtëzakonshme e madhe, por që unë them që na duhet jena punëtor vetë për të kërkuar për të pasur punëtor. Forcimi i dialogut mes akademisë dhe industrisë, veçanërisht në drejtim të praktikave profesionale, vlerësohet si një domosdoshmëri për përgatitjen e studentëve për një treg pune dinamik dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në rajon.